Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sot me lejnë Allahut e kemi hadithin e radhës, është një hadith cilin e keni dëgju me 10 herë, e ja dini edhe kuptimin, e sigurisht që edhe e ka aplikimin e vetë, kjo hadith në jetën e secilit prej neve. Megjithatë, janë gjëra të cilat kur nuk i dim, i vlen t'i mësojmë, e kur i dim, i vlen t'i përkujtojmë, për arsye se, sigur se dihet, përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Rrëfen Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej jush nuk ka besu përderisa të mos ia dojë vllajt të vet atë që ia dëshiron vetes. Hadith i shkurt edhe i qartë. Me dasht me elon me çikaç, besoj që kur gjë mangot nuk kishim lan, po edhe me shtu ndonjë fjalë, sigurisht që vetëm se plotësohet edhe thellohet kuptimi ynë për këtë hadith. Sigur se e dini edhe sigur se na kalon pothuajse në bazë ditore hadithet këtilla ku e lidhin ndonjë gjë praktike, shumë konkrete, e që nganjëherë neve na duket se është gjë e thjeshtë e përditshmërisë, edhe kjo është gjë e përditshmërisë, edhe është e thjeshtë gjithsesi, por nuk është e parëndësishme. Pra e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një lidhje interesante mes imanit edhe disa veprave ose çndrimeve, disa shprehive ose praktikave të caktuara. Dhe sigurisht që nëse kjo dëshmon diçka, dëshmon se imani sipas konceptit islam, pra ta besosh Allahun edhe gjithë atë që duhet të besu, nuk përfundon te ajo pjesa e brendshme e shpirtit edhe e zemrës, por vazhdon me reflektu deri në detajet më të imta të jetës. Dhe imani është pikërisht kështu. Është bindje, fjalë edhe vepër. Është bindje e cila dëshmohet me fjalë, edhe është dëshmi e cila konfirmohet me vepra. Edhe secila gjymtyr në secilin aktivitet të saj, në secilin vepër, padyshim se dëshmon për prezencën e imanit në zemër, gjatë cilën Islami pikërisht kështu e promovon. Këtu konkretisht nuk ka besuar asnjëri prej juve, përderisa të mos i doj vllajt të vet atë që i don vetes, tregon se sa e promovon Islami edhe sa insiston pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fuqizimin e lidhjes mes muslimanëve, ose më mirë me thonë, në fuqizimin e lidhjes mes njerëzve, e cila lidhje pastaj konfirmohet nëpërmjet imanit, besimit edhe nëpërmjet islamit. Për shkak se nuk ka diçka e cila i afron njerëzit më shumë se sa besimin në Allahun fuqiplot. Nuk ka diçka e cila i lidh njerëzit edhe i bën më të afërt se sa nënshtrimi i tyre i përbashkët ndaj Allahut të madhëruar. Dhe Allahu i madhëruar pikërisht për besimtarët tregon se nuk ka vllazëri tjetër, ose nuk ka vllazëri që i afrohet nivelit, peshës, rëndësisë, po edhe vlerës të vllazërisë që kanë besimtarët ndërmjet vete. Në surën Huxhurat, Allahu i madhëruar thot: Innamal mu'minuna ikhwa, ne jo rrallë këtë ajet e përkthejmë besimtarët janë vëllezër. Unë ja u kam thënë edhe në të kaluamën, ajo pjesëza innema, kur vjen në ajete, në hadithe, në citate, ajo nënkupton diçka edhe përjashton krejt çdo gjë tjetër përveç asaj që përmendet. Dhe në bazë të kësaj, derisa në këto 3 fjalë thuhet innema, vetëm, el mu'minune, besimtarët, ikhwa, janë vëllezër, që lidhet kuptimi, vetëm besimtarët janë vëllezër. Që do të thotë se një vëllazëri të vërtet edhe reale, edhe të manifestuar në gjitha fushat e jetës, nuk e gjen dikun tjetër përveç se te besimtarët. Në anën e kundërt, Allah i madhruar prapë
na tregon se njerëzit edhe mund të kenë lidhje të dunjas ndërmjet vete, edhe ato lidhje edhe mund të jenë shumë të përzemërta nganjëherë. Njerëzit edhe jashtë besimit islam kanë përkushtim në lidhjet në mes tyre. Por Allahu na tregon se të paktën në ahiret ato lidhje do të pëlcasin, do të shkputen. El akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Miqt e ngushtë dhe të afërt atë ditë, thot Allahu, do të jenë armiqt njëri tjetrit. Illa al-muttaqun, përveç njerëzve të devotshëm. Do të thonë janë lidhje të cilat shkputen, ndërsa lidhja e vetme e cila vazhdon edhe në këtë dunja dhe në ahiret është lidhja e besimit. Andaj Allahu kur thot innamal mu'minuna ikhwa, vetëm besimtarët janë vëllezër. Dy fjalëve të fundit më ndrru vënën në kuptim, e mendoj që prapë nuk gabojmë, e fitojmë edhe një kuptim tjetër. Ajo është besimtarët janë vetëm vëllezër. S'bën mundësi, s'ka hapësirë, edhe s'ka mundësi, edhe s'bën me ndodh që besimtarët me u konsideru ndryshe përveç se vëllezër të njëri tjetrit. Edhe këtë punë, domethënë, për një vend islami e konfirmon fuqishëm edhe insiston te. Pastaj kur i trajtojmë mësimet edhe udhëzimet e islamit, e shohim se sa në mënyrë interesante edhe të bukur, sa në mënyrë të mrekullueshme, i vë Allahu i madhruar të gjitha ato udhëzime, veprime, shprehi konkrete në shërbim të konfirmimit të këtij vllaznillëku, e kjo posaçërisht vrehet edhe në këtë udhëzim profetik, në këtë hadith për cilin jemi duke folë, që e nxit edhe e kultivon një lojalitet, një përkushtim interesant në mes besimtarëve deri në atë nivel sa që besimtari me pas frikë, me menu ndryshe, përveç se duke ja dëshiru secilit besimtar pikërisht atë që ja dëshiron vetës. Për arsye se në një gjendje normale, njeriu më shumë se vetës kërkuj si ja dëshiron të mira. Është në gjendje ka njerë për shkak të dashurisë me sakrifiku për tjetrin. Për shembull, evladi për prindin, ose prindi për evladin, ose vllau për vllaun, ose njerëzit që duan ndërmjet vetes se dashuria megjithatë e ka një kosta. Do thonë, kur thot dikush e du filanin, mes tjerash mundohet në të gjitha aspektet mja bo edhe qefin. Sa është niveli i dashnis, atë që është edhe niveli i bëmjes aty në gjonave cilat i pëlqen ati cilin ti e dan. Të besimtari pra është niveli maksimal i përkushtimit, i prum në atë thjeshtësin e shprehjes, po në cilësin maksimale të manifestimit konkret. Që ato që e donë për vetim, ja dashtë edhe vllaut tanë. Kjo është fjala për hajër edhe për mirësi. Po e njëjta gjë mundet me u kuptu edhe nga këndvështrimi i kundërt. Që ato që nuk e ki qef për vetin, nuk e ki qef as tjetrit, edhe kjo që kjo e fundit që tash, që ato që ka e urejnë për veti, mi e urejt edhe vllaut, kjo pastaj e liron besimtarin prej atyne veseve të këqija, sikur se janë urrejtja, hasedi, xhelozia e të ngjashme, për arsye se njeriu e ka një pjesë të errët në shpirtin e tij, një pjesë të errët në egon e tij, e që nga njëherë i pengon pse dikush është mirë. Po them njeriu, natyrshëm, i pengon pse dikush ka ecë përpara, edhe pse e ka vetin, e ka të afërm, ose e ka shok, ose kështu me radhë, mirë po, diqysh ka që vetën me pa ma mirë se tjerë. Në momentin që dikush e te i kalon, aty lind xhelozia dhe hasedi. E në këtë rast, hasedi nuk është gjë tjetër, veç se, si me thonë, ose mos mja dasht të mirën tjetrit, ose mja dasht të keqen. E thash që ky hadith në mëson që edhe këte duhet me eliminu, me eqrënjos nga jeta jonë deri në skajshmëri, edhe kjo ishte në pikat shkurta sa i përket këtij hadithit mrekullueshëm. Allahu i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.